pra nuk ekziston më marrëdhënie mes dy vendeve të paktën. Po pse vjen Dendias pikërisht tani në Tiranë? Pse po lëviz Athina kaq shpejt menjëherë pas takimit me kryeministin Rama, I cili foli për një partneritet të ri strategjik mes dy vendeve? Pikërisht kjo është edhe problemi te partneriteti strategjik, pra ka të bëjë me të tjerat. Aktualisht ajo që po vjen është për të krijuar një thellësi strategjike. Thellësi strategjike çfarë do të thotë? Thellësi strategjike, po ta gjejmë Greqia në krahasim me Turqinë është një vend I vogël. Pra nuk ka ku të lëvizin në aspektin në rast se nesër sulmohet nga Turqia ose në një përplasje me Turqinë. Po? Greqia nuk ka kapacitete ku të mbrohet, ku të shkojë. Pra I duhet një thellësi strategjike. Mirë, është vendi NATO-s. Le të jetë vendi NATO-s, kjo nuk e ndalon asgjë, se NATO nuk ka ndonjë që I ndalon dy vendet NATO-s të bëjnë luftë me njëra tjetrën. As nuk ndërhyjnë dot NATO në atë punë asgjë. Pra s'ka asgjë aty që mund I ndaloj ato të bëjnë luftë nesër me njëra tjetrën. Okej. Turqia ka nisur një proces për të bërë një ligj në atë që quhen Mavi Vatan, pra Adheu Blu. Po? Për zgjerimin e ujrave territoriale të saj. Në 12 milje këto. Dhe në rast se këto ujëra zgjeron, pra do ta bëj këtë ligj, në rast se miraton ligj në kuvend, pra e ka çuar në kuvend, automatikisht kjo krijon problemin më të madh me Greqinë, sepse ata aktualisht kanë problemin e detit. Po me këtë ligj turqit I vënë vulën dhe nuk diskutohet më problemi I detit. Pra mbetet që çështja detare të zgjidhet vetëm me dhunë ose me forcë, nuk ka si zgjidhet ndryshe. Ose mendom në ndërhyrje të madhe në Amerikë, ose ndonjë OKB se tjetër gjë nuk ka kush e zgjidh këtë çështje. Dhe me datë 28 prill, Dendias ka marrë pjesë në konferencën e 3 ndërkombëtare të sigurisë detare. Dhe në konferencën e 3 të sigurisë detare me datë 28 prill, Dendias është që mbajti një fjalim të gjatë. Dhe në atë fjalim foli për mbrojtjen 360 gradë të Greqisë. Të Greqisë. 360 gradë. Që përfshin dhe detin, pra. Absolutisht, gjitha 360 gradë. Foli për një mburojtje të re, mburojtje që ata e quajnë mburoja e Akilit, pra që ka filluar ta dhe në 2030 do të aplikohet. Mburoja e Akilit ç'është kjo? Mburoja e Akilit ka të bëjë me një sistem të ri të mbrojtjes, pra ku do të përdoren të gjitha mënyrat e mbrojtjes raketore, drone të ajrore, drone detare, e gjitha ato kundër Turqisë, pra në rast dhe gjithë një problemi që Turqia, pavarësisht se ishte problemi Turqia. Pra në këtë aspekt, në këtë mbrojtje që foli, në këtë mbrojtjen e Akilit, në këtë mbrojtjen 360 gradë që I duhet Greqisë, ai përcaktoi dy pikat kryesore. Pra dy pikat kryesore janë autonomia ekonomike, pra energjetike, që është e nevojshme për Greqinë, dhe autonomia ushtarake. Autonomia energjetike e Greqisë aktualisht duke qenë se Turqia po e zgjeron detin e saj, pra nuk mundet të bëjë çpime energjetike në këtë det në të cilin po diskutohet qoftë afër Kipros, qoftë afër Libisë, qoftë gjithë ato janë probleme që krijohen dhe nuk mund të bëjë asnjë lloj çpimi detar për nxjerr. I vetmi vend ku Greqia aktualisht po bën çpim detar. Pra sipas këtyre të dhënave, pra unë nuk di ta them se nuk e kam parë, është në territorin në jug të Shqipërisë, në atë pjesën e zonës ekonomike ekskluzive e cila nuk është ndarë, pra ajo që diskutohet për çfarë pikërisht. Pra atje. Dhe kjo jep autonomi strategjike energjetike Greqisë. Për arsye dhe vetëm në bazë kësaj autonomike energjetike ti mund të ndërtosh këtë mburojjen e Akilit sepse kërkon energji të madhe për prodhimet ushtarake që do t'i bëj. Dhe që do t'i bëj vetë, sepse aktualisht ka kuptuar një gjë, pavarësisht se ka një marrëveshje mbrojtje me Francën. Kjo marrëveshje mbrojtje me Francën, tashmë grekët kanë filluar të kuptojnë që mund të mos funksionojë nesër një përplasje me Turqinë, sepse Turqia në të njëjtën kohë që po bën këtë ligjin, nga data 20 prill deri me datën 21 maj mbajti një stërvitje të madhe ushtarake në Egje, Efes 2026 dhe ftoi në këtë edhe Francën, edhe Libin, edhe Egjiptin, edhe Sirinë. Nuk ftoi Greqinë në këtë dhe Franca mori pjesë në këtë stërvitje ushtarake. Biles Franca bëri edhe një marrëveshje, një kompani franceze që prodhon dronë bëri një marrëveshje me një kompani turke Bayraktar për prodhimin e dronëve. Dhe kjo për grekët është parë si diçka që nesër Franca mund ta abandonojë Greqinë njësoj si abandonoi në 23-shin në marrëveshjen e Lozanës kur fuqitë e mëdha e shtyen Greqinë për të bërë pushtime në Turqi kur ata I hodhën det, ta nuk I mbrojtën dhe I lanë. Pra ky është interesi I Greqisë, prandaj vjen dhe ministri I mbrojtjes dhe jo një ministër I jashtëm. Se edhe në rast se do të vinte, pra në rast se ta them për një moment se mund të diskutuar çështja e detit, nuk është tagri I ministrit të mbrojtjes të Shqipërisë të diskutojë çështjen e detit, është tagri I ministrisë të jashtme. Ne nuk e dim ne e ka diskutuar apo jo, se Dendias nuk e ka zbardhur këtë çështje. Edhe sikur ta ketë përmendur. Nuk është tagri I ministrit të mbrojtjes, pra nuk ka asnjë vlerë në këtë moment kjo bisedë. Nëse është bërë. Edhe nëse është bërë, pra çështjen e detit me ministrin e mbrojtjes, nuk merr asnjë vlerë, pas politike, as diplomatike, as ligjore. S'ka asnjë. Normal. Marin? Po, unë besoj që është një vizitë sigurisht që normalisht po të vinte një ministër I mbrojtjes, do ishte një vizitë rutinë I një vendi fqinj. Nuk është një vizitë rutinë, është një vizitë që ka thyer akujt ashtu siç thatë dhe juve, jo për fajin e palës greke, po për fajin e palës shqiptare dhe të
vetë kryeministrit Rama për shkeljen me këmbë të tavolinës e negociatave Të 2018-ës të flet. 2018-ës për rastin Beleri. Që rasti Beleri nuk përfaqëson rastin e njeriu, por rastin e një komuniteti të gjerë dhe shkeljes së një nga të drejtat Sot themelore. duket që Beleri ishte jashtë këtij takimi, të paktën. Po Beleri s'mund të jetë brenda një takimi se s'është as ministër, as në Shqipëri, as në Greqi. Erdhi një ministër nga një shtet fqinj, u takua me protokoll dhe në një vizitë private me kryeministrin e vendit. Sigurisht që është në kuadrin e rritjes së rolit të Greqisë në Ballkan dhe në Europën jugperëndimore për shkak të konjunkturës dhe të luftrave në rajon dhe në luftën me Iranin, dhe të forcimit të pozitës së Greqisë në raport me aleancën strategjike që ka me Amerikanët dhe me administratën Trump. Dhe pa diskutim për të rifilluar ose ristartuar bisedën ose tavolinën e prishur nga zoti Rama, për çështje që duhen adresuar për të dyja palët. Zoti Dendias për palën e vet për minoritetin grek që jeton në Shqipëri dhe zoti Rama për palën e vet për emigrantët shqiptar që jetojnë në